salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ne dërgojmë. Allah na e pranoft ibadetet, duat, edhe të gjitha veprat e mira që i bëjmë, Allahumma amin. Vazhdojmë me dersin e radhës ku thotë se pejgamberi alayhi salatu wassalam me ndihmën e Allahut azza wa jall i kanë dëgjuar të vdekurit në varret e tyre. La ilaha illallah. Kjo ulemat kanë thonë ai kanë dëgjuar gjithë apo me raste kur ja ka mundsu Zoti, Allahu e di më së miri. Një prej rasteve është kur të vdekurit e betejës së Bedrit, pejgamberi domon nga mushrikën, nga jo besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka marrë dhe s'ka mundë me varosi, ka shkruar një pus të pa ujë, thot, edhe ka thonë o fulan, o filan, o fisek, o filan, ja ka përmenë emrat, ajo ka ardhur ajo që ai premtimi i Zotit që jo ka premtuar Zoti, domethënë dënimi. Se mu me ardhë premtimi jam që më ka premtuar Zoti, kanë thonë ja Rasulullah, ata dëgjojnë, këta kanë vdekë, thotë ata më dëgjojnë më mirë se sa që po më dëgjoni jo, por nuk kanë mundësi me më përgjigj. Ulemat prandaj kanë thonë një prej formave dhe këshillave që japin dietarët është që me shku me vizitu akrabat në të varret e tyne. Por nuk është kjo, domethënë, nuk duhet më tepru me mendu deri në atë masë sa tash me fillu në adin dhe më bën vezvese dhe më bën fiksime, me shku veç të vorit babas ose i nanës ose ati ose i ti. Dua na bëjmë kudo që jemi, sadak japim kudo që jemi, lutemi për ta kudo që kemi mundësi. Por nuk duhet me neglizhu vizita varrezave, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shkuar ka vizitu varrezat, edhe ka thonë shkojnë vizitoni varrezat sepse ajo ja kujton vdekjen, me rregullat e duas, domethënë shkon atje ti bën dua për të vdekur, nuk lyp dua për të vdekur, më thon niman, po i thush o Allah nimoj që ti të vdekurit, o Zot nimoj që ti të vdekurit, nuk thush o i vdekur nimam mu, ka dekaj, u kry filmi i tij. E kemi pashtu rastin tjetër ku pejgamberi alayhi salatu wasallam një herë ka qenë duke ecë rrugës edhe ka paja dy varreza, mishele qatë derën, natë. I ka pa një dy varreza, ka thonë, kush janë këta të varrosurit? I ka thonë, ja Rasulullah, këta janë që kanë vdek moti para ardhjes tënde, para ardhjes së Islamit. Kur themi para ardhjes së Islamit, të dashur vëllezër, mos mendoni se para Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk ka pas Islam. Ne kemi për qëllim verzioni i fundit. Domethënë i bën update sikurse telefonat që kanë verzionin e fundit, modeli i fundit edhe versioni i fundit. Edhe me kalimin e kohës telefonit, du të me azbrit verzionin e fundit. Islami është prej Ademit alayhi salam. Feja ndahet në dy grupe kryesore, në dy pjesë kryesore, besim edhe ibadete. Besimi jo me zemër, ibadetet janë me vepra fizike. Besimi është i njëjti të gjithë pejgamberëve. Nuk ka pejgamber që ka thonë janë dy zota, nuk ka pejgamber. Prej Ademit alayhi salam deri te Isa alayhi salam, pra te versioni para prak versionit. Edhe versioni i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njëjtin. Por, ku kanë dallu versionet e kaluara, domethënë të Islamit, veprat, ibadetet i kanë pas më të lehta, por gjithë kanë pas namaz, gjithë kanë pas haxh, gjithë kanë pas zeqat, gjithë kanë pas agjërim. Edhe 6 kushtet e imanit të gjithë i kanë besu. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, na pejgamberët jemi vllazën, por jemi prej nanave të ndryshme. Vllazën në besim. E kur themi me ardhen e Islamit, është për qëllim versioni i fundit, Kurani edhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më nuk ndryshojnë, s'ka më version më të fundit. Prandaj do të mëshëm, atë domaqorat mëshëm, të cilët mendojnë se ata po dinë shumë, edhe çka thonë lënë Islamin, për çka? Se ata dojnë më kthuj prej iPhone 17 shit, dojnë më kthuj në iPhone 4 atje edhe iPhone 3. Po nuk të banë ai version se aja nuk mund shërrymë ai. Ti mundesh me majtë për dikën shpejt. Dhe nuk ka maket se sa kur luftohet Islami, jo nga bindja, thjesht nga inati, këndon me marrë inati. Allahun, krijuesin tan, ti a din që hala pa dekti e ke sigur xhehenamin nëse nuk pendohesh. Shëre vetën, shëre hallin tan, një njeri dështum familjarisht, një njeri dështum moralisht, një njeri i dështum në çdo aspekt. Mundohet me kundërshtu Islamin. Islami ka parime. Njerëzit të cilët janë parimore ecën këtë Islam përpara.
Islami nuk livdohet me mu, unë livdohet me Islam. Unë nuk I bëj Islamit dobi, me thonë, Islami ka në mirë se filoni ka hinë fistek. Jo. Njerëzit në thojnë neve, o bon filoni I mirë se e ka pranu Islamin, se po ecë me mësimet Islamit. Do më thonë, na kemi diçka të pathyshme këtë din. I pathyshme është, I pa kompromis. A di që do më thonë I pa kompromis? Kjo është krenaria këti dini. Kush doje, çfarë partije, çfarë politike, çfarë ideologjie le të vjen në botë, çfarë shteti I pasur, I fortë, etj. Islami nuk pranon me thonë, po marr pak piçiti se pas ka mirë. Jo, Islami është I pamarrën. Kush do me marrë për Islamit bërëm? Islami nuk merr për kërkuj se nuk ka sen më të mirë se sa feja. Kur kanë nesë njerëzit me librezat kuqe, e ke pa? Këta ma të vjetret I din. Ka vesh mishën e bardhë, jo të rritë se dine. Po kesh, lagem se I kanë rritë. Dy kategorit njerëzve që I kanë vesh mishat e bardha për mu livdu. Ka dikush që ka vesh, sunet është me vesh të ishat bardha, sunet. Dikush që ka mu librezën e kuqe këto. Dikush e mune. Edhe dikush që ka mu aty 500 markë, a ka pas 500 markë, a ku marru, se di. Ani që, unë kam pare, s'ma se livda. Ma se libreza kuqe vjen puna që hupe edhe nuk vlen. Kush është I pathyshëm, kush është I pa ndryshushëm kur, që nëse te hynë qatë rrugë, kur nuk të vjen mare me dalë për asaj veç Islami. Veç Islami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Këtë tjerat nuk po du me thonë, po pa thonë pak për nervozës, për zemrës plasë, këtë tjerat e më palavra. Veç la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Unë jam filoni, fistek, unë jam filan ideologji, komunist, demokrata, një kënese, këtë jam palavra. Këtë jam palavra. Nuk kalon një gjenerat. 4-50 vjetë, qërën I komunizmin. 40 sa vjetë, 50. Edhe bjen poqë pse, njona gjenerat ka plesnia mashtrohet, lind një gjenerat e mashtru me komplet, po t'i bën jatë 40 vjetë lindin fëmijët që sa gjeneratës së mashtruar komplet mes që, edhe shojnë me dalë se s'kona që ashtu. Kush e pathyshëm, veç dini Allahit. Po këtë e më temë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pyet, ka thonë, kujt janë çto burre, ka thonë Rasulullah para Islamit janë. Ka thonë, po më dhimën, pse? Ka thonë, po I ni tu dënu në varë, Allahu Akbar. Po I ni ka po bërtasin në varë. Po, në varë dënohen qafirat dhe shpërblehen besimtarë. Në momentin që vdes njeri ju vinë me laqet edhe pyesin kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është pejgamberi yt, meni transmetim edhe kush është qitapi yt. Po ne ki qitap. Cila është? Cila libri yt që ti I beson atij libre, që është I shenjtë për ty, që është I pandryshueshëm për ty, që ti nuk pranon shkason atë libër me ashtu vetës. Ti pranon për pejgamber Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe nuk ki shëmbëltyr tjetër që ecën këtyr tokës përpas ti. Po, përfiton për hoxhallarëve, për ati, për këtë përfiton. Ama kur vjen pyetja Muhamedi alayhi salatu wasalam ala ar-ra'si wal 'ayn, mbi kokët tona qëndron respekti ndaj tij. Kjo është krenari e pathyeshme, e pa kontestueshme. Për cilën Allahu xhalla shanuhu ka thënë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nuk ka dyshim se ju vetëm shëmbëltyr pa kontestueshme që s'ban absolut me veç pejgamberin alayhi salatu wasalam e keni. Kretë tjerëve I mirët fjala dhe mund t'i lihet, mund t'i refuzohet në fjalë. S'ka njeri që gjithja qëllan, s'ka njeri që çdo sen e di. S'ka njeri që do të mu pasu verbresht. Pas mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. E në varë kur t'i bëm këto pyetje, pastaj I orientohet vetja njerëzit, ka xhenetja, ka xhehenami, I qelet një derë apo një dritare. E xhenetit edhe shefët u Allah, bëne ma shpet kiametin shkoj. Nuk ka koha tjetë, të dashur vëllezër nuk vlen koha. Nuk ka me qyrë sahatin, kalun 100 vjetë, kalun 1000 vjetë. La ilaha illallah. Shpërblim ose dënim. I qelet ose dera, dritare e xhehenamit edhe vjen nga nxehtësia dhe sikleti xhehenamit non stop. Allah thot, mos e bën kiametin, edhe pse është tu dënu, po thot mos e bën se çka ka me mbrit është ma keq. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, varri është hapi I parë drejt ahiretit. Që ty mirën vesh sanët. Po në ditë kiametit,
Apo në ditë gjykimit, apet njerëzit fillojnë mu tutë, dhe ata që kanë pas derën qelë ka xheneti, apet tutë në ditë kiametit. Pse? Qatë shumë që është sikleti i madh i ditës kiametit, sa edhe pejgamberët fillojnë mu dridh mu tutë për veten e tyne. Edhe Ademi a.s. thot vetë jame, Nuhi a.s. Ibrahimi e kështu me radhë deri te Isa a.s. në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj bjen sejdë dhe i lutet Allahut me dua shumë ta derisa Zoti thot tash kam nis gjykimi. Këta në varë po dënohen. Kanë thonë ja Rasulullah, pse po dënohen? Ka thonë, sipas tyre kanë bërë do gjëra që këta i kanë konsideruar të vogla. Nuk i kanë konsideruar të mëdha. Cilët janë, thot i pare, nuk është kujdes nga urina. Ka dhe rruj vend e pa vend. I kalos pjesë të trupit. Është kujdes ndaj stërpikave, na kështu të thojnë nga pikave të urinës, e së kujdes hiç, se ka vumen. Ka ndodhë që alo pa u kry mirë nevoja, i ka vesh teshat edhe, tash po flasun e pak pa dorë, za sare jo po aty, këne në apëtën kravatën e ka zënia, pijamat sare. Pa shalojnë, ka të tillë që adem pof me parfuma i shenë. Pra ndaj fillon pastërtia prej këto, prej zemrës. I flisht në zemrë qka? Mos më mu bukuria jashtme, frizura, ajo kjo sen, kur jam e në të keqen, akrabas më të aftë. I papastër në zemrë, i ndyt, në biznes, i keq, në dallavere, më shtrus, i pasinqert. Pastaj vazhdon pastërtia trupit, ka ndodhë që njerëzve nuk i pranohet namazit. Pse? Mështë i pakujdesshëm ndaj pikave të urinës, ose pikave që kur dhe rruj, apëton shkon atje, dikon asin në malë, kur kon asin në gurja, krisa, edhe ato së pikat këthejën, i ponë pantur pa pastër, edhe namazi shkaj, s'ka namaz. Ose i vesh teshat para kur pa i dal pikat që shduhet. Jo mu bon vezvese, me thamë, mësi ka qkoj, pasaj kontrolla, jo kështu, jo me kalun vezvese, se ndalan islam e vezvese. Me gjithë mesatare, se cili dhe vetën e vetë, a o pastru, a sa pastru. Ky ka qenë i pakujdesshëm. Edhe sërë, do më thonë, asi ka fa namaz ose që ka bon, nuk i ka pranu i badetet. Dhe i dyti ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i dyti ka bajt fjallë. Të dashur vëllezër, prej veprave mëkateve të mëdha është me ecë poshtë natë me bajt fjallë. Ju e dini, do më ka njerëz që punët e tuaj din ma mirë se sa ti. Kish ba filoni kështu, kish ba fistekja kështu, ky kish thonë këti, a ke marrë vesh këso gjona, dhe më thanë, qka s'din atat, edhe ti si din, baki për djalin tonë, për qikën tonë, për dajen, për kusherimin, për qka i dinaj. Bartin fjallë, dhe zakonisht bartja fjallëve është për të fut për qamje. Prandaj në islam lejohet me rre, për mi pajtu njerës me zveti. Vjen të dikush, për një me ka fol filonin, nejen për mu keqa, kush jo, mërës ka fol, lemër për të farë folin, të ka livdu ty. Shuje fitnën, mos u bën argat i dreqit. Këta dy, po dënohen varë, që ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka marrë një dek, po thamë kështu një copë drunit të njohë, me langë, që konë hala drunit, e ka prej edhe, e ka ngullë të ato varët. I kanë thonë, Rasulullah, pse e vunë këta? Thotë, lësë Allahun që sa të është këj i njohë, këj drun, aty në me ju letu azabi, do të ditë. E ta shulemat kanë diskutua, thonë me vunë drunin, kona mirë, as kona mirë, diskutimi madhë. Por, në fund të fundit, një prej mendive më të sakta, pejgamberi ka bërë doa deri sa të tatë shkydrun, o zot leteja. Transmetimi tjetër, ka thonë ulemaja, se gjdo drun, i njohë, gjdo insekt, gjdo kafsh, gjdo shpez, gjdo krijes, përveç insanit edhe e gjinëve, jo besimtar, kere tjerët janë besimtar. Milingona, bubreci, bleta, ajo kjo gjartni, gjdo kush, bën tesbih e madhënën Allahin, bën lutje e madhënën Zotin. Edhe ky druni i njohë, përderisa është i njohë, bën tesbih e madhënën Allahin. Sa bën tesbih, edhe nuk ka tha,
Allah ja u leton këtyne në varret e tyne. E për kësaj kanë nxjerr disa ulema, dobi kanë thonë se me shku me bani dua te varri të vdekurit një lutje, ose një lexim Kurani, një diçka ka sevap. Ama këtu të kemi pak dallim, kemi kujdes a kupton se kur bëhet biznes edhe kur bëhet vet. Ti shkon bën dua vet te varri babës tanë. Apo je pra atyne që e qëtë këtë kapuqin, jo ti, dikush, te dera Varezave atje dhe merr një jasin të vjetër, edhe në ato jasinat të vjetër edhe manë kështu, s'falet ai s'po falet, po ta shkadon penzi, s'ka pare, s'un po punon, apo do një jasina, pja banë aty një grave, apo të në plaka, ato i kanë dek burrat e vetë, kametë, ato shtetat vetën, po shkon çdo xhumo, apo do një jasina me ju kënu, ato po menojnë që kjo është hoxha, vetën, jo ashtu, feja nuk po biznes. Feja nuk do lavere. Shkon t'ja bën një dua, një lutje te varri i babës, i nanës, i akrabas. Bën dua për varrezat e muslimanëve. E një prej transmetimeve kjo është e pejgamberi alayhis salatu wassalam, domethënë ka bën dua, ka bën lutje për të vdekurit, do është sunet, që nëse shkon atje varrezat na kemi e dini ka kraj djathtë ka kibla. Domethënë kraj djathtë ka kibla në këtë formë. E nëse duhet me shku te varrezat është sunet. Nësa gjenazet që tu e shtrimi, kraj djathtë ka kibla, me nejt ju ka qajana me bodo, dhe ka kraj majt i të vdekurit, që me direkt të i vdekurit plus e kiblen me pas për para, kjo është sunet. Me bodo, qka dush nga duat tuja. Shkoni vizitani varrezat se është sunet. Pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk i ka haru as nuk i kalon kur pa i vizitu. Thot në një transmetim tjetër pejgamberi alayhis salatu wassalam kur ka kaluar për disa varrezave, ka thonë vallai, sikur mos më kish ardhur keq, edhe mos t'ju kish kap sikleti tuta, do ta kisha lutur Allahun xhaleshanu më mundsu me i mi të vdekurit, që është bërtasin varret e tyne nga azabi, dënimi që Zoti u çon jo besimtarëve po flasim. Thot por kam frikë se nëse i ndëgjani, dy sene s'keni mi bon një, s'keni me varros njeri, s'keni marrë ma ka varrezat. Edhe dyta, keni mu tutë edhe me dek. Gjithmonë po flasim për jo besimtar të dashur vëllezër, s'ke quptoni. Besimtari nuk tutët për dekjes. Besimtari ka derë për me shku për xhenet është vdekja. A ka mundësi dikush me shku në xhenet pa dekë? Jo. Nuk ka mundësi, se që e vetë me derë. Prandaj, përgatitu, mos e baj gajle. Banu i sinqert, mos e baj gajle. Në shtoj e Zotit sa të kesh mundësi, mos e baj gajle. Por, pejgamberi po dhe alayhis salatu wassalam, që aty në mesin e që aty në të varrezave 1000 varre, 2000, 10.000. Ka besimtar, ka dhe asër që i në konë pak me në mdhaj kër i kanë pas ditë të veta. A njëri kur mirët vesh, kur i ka ditë të veta, dhe më thonë, kur në fuqinë e vetë. Kur menën, Allah ka përmenë Kur'an. Ka thonë, hatta i dhe bela dhe shudë, kur të amrin atë madhështinë e vetë, thotë, unë tash jam edhe s'ka. Unë e qeli çdo derë, unë jam maj forti, unë s'ni as për babas, për nanas, për kërkan, se unë jam, kam shëshni, kjo me ndimasia, thotë qatër nuk e harrën Zotin, qatër nuk e harrën babën, nanën, i respektan. Andaj ka njerëz të cilët janë kanë qashtu, kur ka ardhur momenti kanë vdek, kuku. Në vorët e tyne kanë thonë ulemaja. Pejgamberi para kësaj mos harroj, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, të gjitha gjallësat e një azabin e vorrit, del zonë mirë. Allahu me rahmetin e vet ja ka mundsuar veç njerëzit mos me nin. Subhanallah. Veç njerëz nuk e nin, ka dënohen dhe ka bërtasin të vdekurit në varret e tyne. E kemi vërtetuar, thot një dietar, sa herë kemi dërgu kafshët tona rreth varrezave apo në varreza kur kanë qenë te jo besimtarve, kanë ikë. S'kan pas dëshirë, me ne. Dhe ka raste kur janë bë edhe prova me zoq të caktuar, bilbyla, papagalla që knojnë kur janë çuar varrezat muslimanëve të devotshëm edhe në varrezat jo muslimanëve kanë rru gjendja dhe e kafshës ose shpenzve duke nxjerr zona të frikshëm ndryshe për tuni. Ibn Taymija rahmetullahi alayhi ka thonë, ka pas rast se thot në disa varrezat hebrejve
Jahudive, moqme, nuk në kanë nejtë të kafsh kur I kena qu me kullot aty. Andaj, nuk do më thonë të gjithë që kanë vdekjen të bërtit shumë e ku e diqka, por një prej vendeve ku Allahu Gjeleshanu e burgos qafirin është vorri. Besimtarit ja bën xhenet, besimtarit ja bën kënaqësi dhe nuk ndjen as pak afat kohor, nuk nin afat kohor. Pra, pejgamberi kur ju ka thonë sikur ta ndëgjonit, kam frikë se s'kishit marrë vareza, edhe s'kishin me pas dëshirë me vdekje mu varros, pastaj ka thonë, kërkani të Allahun, ky thot kana, edhe na tha, luteni Allahun më jurujt nga azabi I xhenemit. Nga dënimi I xhenemit, I tham, o Zot na ruaj pi dënimit të xhenemit. Pastaj tha amin pejgamberi. Pastaj na tha, luteni Allahut e dyta, më ju mbrojt nga dënimi I varrit. Na tham amin. E treta, na tha, o Allah, na ruaj nga fitnet e dukshme dhe të mshefta. Ato që ka shihen dhe ato që ka shihen. Ato që ka mujnë mi kuptu dhe ato që ka s'pojmë se ka njëri hin fitne, se di që në sprov, të lashe. Del aty një fjallë, një shpifin, një diqka, për një burë të mirë, për një burë të devotshëm, për Kuranin, për hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe ky bjen prej. Edhe ky në qatë fitnë, në qatë sprov. Menon që për një manë që ashtu, fitnet padukshme, rëshet në fitne, se merr vesh që ka një fitne, rumë Zot. Edhe për atyne që I di edhe për atyne fitneve që s'I di. Po ashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kërkonin nga Allahu mbrojtje nga fitnja e Dejxhalit. Sprova më e forta, më e madhja, e fundit është sprova e Dejxhalit. Nuk ka pejgamber që s'e ka tërheq popullit vet vërejtjen nga Dejxhali. Dejxhali e simbolizon dallaverën. Ma shit, pak ma katunar, që dallaverën ta bën sot sabah, tu kon nata, ta bën diell, tu kon shi, ta bën verë, tu kon dimën, ta ngjall kinse të vdekurin, I bën këtë. Do më thonë nëse përcaptojmë, nëse do të kishmi thonë që Dejxhalli son njeri, çka kishim në thonë është dallavere. Me të llovit sana. Andaj runë për çdo dallavere. Ai I fundit ka marrë njeri, se më saktë është nuk ka njeri, se dikur kanë thonë mos është televizori në atë zaman. Sot thonë mos është telefoni, a thotë ky Dejxhalli. Jo, njeri është. Ka marrë, tamam njeri. Këta janë domethënë Dejxhallat veçë. Ama dallaverat, pështjellimit, të llovia, runa Zot për tyne. Mos merran me sprovat e këtyne dallaverave. Pra, sot folëm për azabin e varrit dhe si pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shpjegu, çu dënohen jo besimtarët edhe ka kërkuar mbrojtje, Allahu na mbrojt prej azabit të varrit edhe azabit të ditës kiametit apo ditës gjykimit dhe të botës së tërë. Amin. Walhamdulillah.